Zëvendës Ministria e Sportit premtoi hapjen e pishinës brenda 10 ditëve. Kanë kaluar plot 3 javë që kur zëvendës Ministria e Sportit Safie Sadiku Shahini premtoi se brenda 10 ditësh do të lëshohet në përdorim pishina e mbyllur në Kërqov. Më 24 mars, ajo i tha televizionit 21 se gjithçka është gati dhe se brenda 10 ditëve pishina do të hapet. Ju informoj se pishina në Kërqov është në fazë përfundimtare të realizimit. Të gjitha punimet ndërtimore dhe teknike janë drejt përfundimit dhe pritet që brenda 10 ditëve të bëhet hapja solemne. Kaluan 18 ditë nga ky zotim dhe asnjë hapje solemne nuk u bë. Kërqovarët vazhdojnë të presin. Kryetari i komunës së Kërqovës Aleksandr Jovanovski kohë më parë tha se ka probleme në aspektin teknik që po mundohen t'i zgjidhin. Ka pasur shumë probleme teknike, e dini si është administrata e VN-ja, por kam një ekip të përbërë që sa më shpejt ta lëshojnë në përdorim. Pishina është investimi i Agjencisë për Rini dhe Sport, tani më e shndruar në Ministri të Sportit. Filloi të ndërtohet në vitin 2020 dhe ishte paraparë të përfundonte brenda 18 muajve, por tani më janë bërë 6 vjet. Ka kushtuar 43 milion denar. Projekti ka rëndësi të veçantë për zhvillimin e sportit dhe për të rinjët, të cilët presin që pishina të hapet dhe të ketë një mundësi më shumë për aktivitete sportive.